Në prag të diplomimit, nxënësit e degës së pikturës në Shkollën Artistike Onufri kanë sjellë një ekspozitë të veçantë, ku talenti, emocione dhe identiteti artistik marrin jetë përmes telajos. Punimet më të mira të ciklit 3 vjeçar u prezantuan në një ekspozitë të larmishme, kur portrete, peizazhe dhe kompozime artistike përcollën botën e brendshme dhe mesazhet e secilit të ri. Përmes ngjyrave dhe formave të ri, artist treguan jo vetëm aftësitë e fituara gjatë viteve të shkollimit, por edhe mënyrën se si e shohin jetën, emocionet dhe realitetin që i rrethon. Profesori i pikturës u shpreh se çdo brez sjell një frym të re krijuese dhe një mënyrë unike të shprehurit në art. Shkolla është e tipit akademik faktikisht, edhe detyrat janë të tilla që kërkojnë, duke filluar nga gjërat më të thjeshta, elementet, dilet pastaj tek natyra, e më pas tek figura, portreti. Edhe është detyra e secili student është që të arrijë pikërisht karakterin edhe individualitetin e personit. Përgjithsisht mendoj që secili ka shprehur mënyrën e vet sa më mirë ka mundur, edhe këto punë po t'i shikojmë e shprehin në qartë pikërisht të pjesë. Mes punimeve të ekspozuara ishte edhe Krimtaria e Borës, e cila cilëson këtë rrugtim si një përvojë që e ka arritur profesionalisht dhe artistikisht. Për mua ishte një rrugtim shumë i bukur dhe gjithashtu dua të falenderoj profesor Gentin, i cili gjithmonë na ka mbështetur dhe gjithmonë është treguar i duruar me ne. Po ashtu dua të falenderoj dhe drejtorinë e shkollës që na mundson gjithmonë me aktivitete të ndryshme si ekspozita, gjithashtu dhe plot aktivitete që na kanë bërë këto 3 vite që të njihemi më shumë rreth artit. Të drejtën unë dhe ke portretet dhe ke peizazhet preferoj që brenda këtyre pikturave të përfshihet natyrën. Ndoshta është një teknikë që është e preferuara ime, kështu që prandaj dhe e zgjedh. Ndërsa për Francesca Shimplakun, arti është mënyra më e sinqertë për të shprehur emocionet. Arti ka qenë gjithmonë pjesë e jetës time. Ka qenë gjithmonë dëshirë që ta ndjek dhe e realizova. Sepse unë mendoj që kjo është edhe, besoj se është edhe pak karakteri im, kjo tregon për ndjeshmëritë dhe emocionet e mia, kështu që besoj se janë në ngjyra që më karakterizojnë edhe. Ekspozita e nxënësve të Onufrit solli jo vetëm punime artistike, por edhe mesazhin se arti mbetet një zë i fortë i të rinjve, një mënyrë për të komunikuar ndjenjat, ëndrat dhe shpresat të tyre përmes krimtarisë.